Mirës, a ke konsideruar në herë vetë me marrë pjesë në festivalin e kongës për me prezentu Shqipnin në Eurovision? Jo, me të regu drejta. Se di, as mendja së më pas ka shku as njëherë. Apo të shkanë tash? Tash, ko me pas si opcion. Edhe pse une nifna që ko marrë pjesë në Këngën Magjike, do me thonë festival, para se me qenë Këngën Magjike, une jem konë edhe në ethet e së premtës. Ethet e së premtës. Ethet e treta, une jem konë, do me thonë 15 vjet i kom pas. Që aty edhe Elvona Gjata ka dalë për ethet e së premtës. Elvona është një vit para meje. Do me thonë ka marrë pjesë një vit para meje. Kogja ka qenë në qatë kohë dhe kanë dalë shumë artista për aty të shumë të mirë. S'kukna edhe e vogël eri, jo. Shumë mërë qëfar? Dhe është 2005 në ka marrë pjesë Këngë Magjika, po? 20 vjetë. Që 20 vjetë, do me thonë. 21 vjetë zonë që tash. Mujnë tjetër zonë. Me kongën djaloshe. Mirë, sa kina i artist preferun që tash momentalisht? Ka shumë. Kam shumë artista, më pëlqenjë, sidomos këto treja tash, cila ma talentume se tjetra, ka shumë talentume. Po s'po di, zakonisht kejtë mira, se cila në zhandrin e vetë, kënon perfekt. E popullurat Karamek nuk kanë dikun. Po. Në Karamek nuk kur kom shku në për neja... Në për neja festa flamurit ato që aty. Nuk ka tjetër ma shumë. Festa e flamurit, pavarësisë Kosovës, qëto janë. Që ato dyjat? Po, më Karamek nu. Karamek nu me Afrimin, më Karamek nu me Mirandën. Tjetër s'po di. Kush në konë në to? Teuta Selimi më së konë asë di kush në Jo, konë? Teuta nuk konë. Në to vinë ma pak. Se në Toronto po. Shkojnë ma shumë këngëtarë. Se që e Mississauga, Toronto, aty që është një vapjesë, këtë full me shqiptarë atin, edhe mushën ma shumë. Me Sinanin pas na knu, edhe me Sinanin pas na knu tash më kujtohet. Që ashtu të kur vjen aty dikush edhe është bende, ma ne mu të shumë me knu. Se për ndryshe, kur dilësha me knu, që shmu doke. E di. Se një kod gjatë pa knu edhe unë në përshpitën kohën knoj edhe e kam mikrofonin, karaoke me fmije, se dhe fmi ti kam shumë për muzikë talentum. Nuk është letë, nuk është letë plus kur se ki një orkestrë, ose nuk është adin dikush adin që mund me përcet për shama që sonte, na kena me përvu qatë kongën që ta përmena ma herët vjetë e mija, po kalojnë tujat e të mijat e të kretve, qatë shpejt kanë shku se të mos qëto mas luftës. Do këtë ishin kongë ka 6 muj u kongë viti. A e provojmë? Hala jam i më parshmi. Ti bëne e më parshmja, edhe pse më konë kanal dhe i këmë bo 3.000. Po këthejna unë e tash. Hajde e provojna me bendin, këtë kongë e kena buna disa erë dhe është kongë shumë e mirë. Tash e keme edhe artonin këtu, kena me shkri krejt. Kthehemi me kongën nga Mirsa edhe bendi vjetë e mija po kalojnë. Ama s'mërzit e mas pak, edhe s'bo më mërzit. Luks është kush jetën shumë, që i thojnë, valla ishe plog. Plesh një omër është se një mirë që e ke mri. Po, normal që ki jetu. Robi plakët kur do në vetë. Po, me e vërtet. Ama unë sot jem nesër që më është antion. Jo, për shkujtë. Son kanë shkujt nga keshtin gjëna. Po, është e vërtet. Pse pethu këtë fjallë? E kumë thonë... Shpesh pethot këtë fjallë për mdo këtë. Jo, veç njerë kumë thonë njëra po në emision se gjithë mona të po, adin po. Jo, Nora kur ka qenë musafire. Pikrish për që ata po thonë se kom po dhe e ke thonë këtë fjallë. Se kur ja dhash unazë dhe rëdim, qika kur t'i bëndë, si t'jet jetës. Sholla jeme dhe shnash e mirë, Santion. A pe knobe një kongë? Po, me njerë. Hala jam e më parshmja. Dhe hala jetë në Gjakob. Jo. Jo, pishtin. Themi pas pak.